Une gjatë studimeve ekonomike gjithmonë kanë ekzistu dy mendime, shkolla të mendimit sa i përket ekonomisë dhe zhvillimit ekonomik. Ka qenë monetarist dhe klasik, ku zakonisht o diskutu për ekonominë në kontekstin e numrave. Ka qenë një supozim ku o folë që njeriu është racional, supozimi kryesor, ka qenë bazuar shumë në numra, dhe çdo vendim që është marrë në vendimi bazuar në informata dhe njerëzit nuk kanë gabuar. Gjatë viteve 70-ta, sidomos Keman dhe Trevski kanë fut psikologjinë në ekonomi, ku kanë treguar që njerëzit nuk janë racional, njerëzit janë emocional, njerëzit bëjnë gabime dhe tregu nuk funksionon në formën si portretizohet në ekonomi. Edhe kjo ekonomia i ka bërë bazat për krijimin edhe themelimin e ekonomisë së sjelljes, që për mu, kur jam informuar me këtë literaturë, më ka lënë shumë përshtypje se gjatë viteve 70-ta do thotë ka fillu, po në vitet 2000-ta ka marrë atë hovin më të madh, që sot është ndoshta një shtyllë kryesore sa i përket shpjegimit të ekonomisë, kur shihet edhe shumë laureat të çmimit Nobel janë pikërisht që mirën me ekonominë e sjelljes, që është edhe Simon Thaler e shumë të tjerë. Dhe kur të ulesh tash analizon dhe informohesh se cilat janë faktorët kryesorë apo supozimet që i kanë ekonominë e sjelljes, secili autor fokusohet në besimin. Thotë për me pas një ekonomi të zhvilluar, duhet të kemi besim. Për me pas institucione funksionale, duhet të ekziston besimi interinstitucional, si besimi i qytetarëve ndaj institucione. Për me pas një biznes të suksesshëm, duhet të ekziston besimi ndaj furnitorëve, ndaj klientit dhe kështu me radhë. Do të thotë besimi është një prej pikave kryesore. Kjo nënkupton që ekonomia ka bën një zhvendosje drastike nga supozimi i njerit racional në një njeri emocional, ku besimi luan rolin më të madh si faktor. Pastaj ti ulesh dhe analizon në rregull si funksionon besimi te na në Kosovë. Këtu është një përkufizim i shpejt, është besimi në ekonominë në kupton pritjet se individet, bizneset ose institucionet do të veprojnë në mënyrë të qëndrueshme, të drejtë dhe të parashikueshme. Shumicën që i kom pas në podcast, ja kom bë këtë pyetje dhe ka një pak a shumë këtë përgjigje ku gjithmonë është parashikueshmëria, do thotë që është një faktor shumë i rëndësishëm në ekonomi. Ka studime pafund ku tregojnë që shtetet që kanë besim të lartë, ka zhvillim të lartë ekonomik. Kemi besimin në produktivitetin, besimin në kostën e transaksioneve, besimin në nxitje investimet dhe si përmani. Ku OECD-ja ka publiku shumë studime ku thuhet që institucionet të dobta informalitet pak investime në emigracion. Ndërsa shembulli nordik është një prej shembulleve që do ta flas pak sot, sepse kom pas privilegjin të studioj në Suedi, ku jam përballë me konceptin e besimit nordik. Çka është besimi nordik? Është institucion. Më thonë, si flasin për investimet në infrastrukturë, flasin në investimet në arsim, në financa, flasin edhe për besimin shoqëror që është në Norvegji, në Suedi, Danimark dhe Finland, edhe pse ka dallime të vogla kulturore nga vendi në vend, po koncepti i besimit nordik është gjithëpërfshirës në gjithë këto vende. Nëse ulesh që analizon statistikat e këtyre vendeve tregon që ka një rritje edhe një zhvillim, një standard të jetesës prej më të lartë në botë. Shumë ekonomistë e shpjegojnë që një prej arsyeve, jo arsyeja kryesore, një prej arsyeve kryesore është se ekziston një besim i lartë në ekonomi. Dhe moto e tyre është unë i besoj tjetër derisa të më dëshmojnë të kundërta. Edhe gjatë podcastit shumicën e musafirëve që kom pyet janë përgjigjën këtë formë që kështu ka optimizëm që në Kosovë jemi në rrugën e
duhur. Roli kryesor ose shtyllat kryesore të besimit në Skandinavi janë transparenca. Më thonë, rasti suedis për shembull, transparenca është një valutë shumë e rëndësishme në ekonominë e atij vendi. Gjithë në Suedi ja dinë pagën njëri tjetrit. Është transparente, është sistemi ku mundesh të fut edhe i shtyp të dhënat e personit edhe del të ardhurat vjetore. Edhe nëse ti e sheh një ndryshim drastik të stilit jetesës në një individi, edhe e sheh që të ardhurat janë të njëjta, atëherë del një diskrepancë, diçka nuk është ka ndodhur në rregull, nuk është në rregull me këtë person. Përgjegjësia kolektive është një tjetër. Meritokracia në praktikë, do të thotë, është një... Sot jemi këto për me folë për javën e ekonomisë formale dhe tregtimin ndershëm, që në parim edhe Maastrichti tha që është një çështje që ne shqiptarët jemi pas ndërshirë. Besa ka qenë virtyt i popullit tonë shqiptar që besoj duhet ta integrojmë edhe në pjesën e institucioneve ku të rrisëm kredibilitetin edhe besimin në institucionet tonë. Besimin ndërinstitucional nuk rritet vetëm me përfaqësues e grupeve të institucioneve që i shoqëtojnë. Nuk rritet vetëm me ATK, doganën ose autoritetin e konkurrencës. Besa as vetëm me universitetin. Ka nevojë për një shpërndarje të përgjithshme, për një identitet që dojmë me kriju si shqiptar, që e kemi pas qysh me shekë. Pra, ekonomia formale, kur flasim për ekonominë formale si tema, e dim që raportet ndërkombëtare tregojnë ndiko 40% të bruto produktit, që është evazion fiskal ose ekonomi jo formale. Ndiko 25% janë të hyrat tatimore dhe të hyrat e doganës nëse krahasohen me bruto produktin. Kjo i bie ndiko një 150% është ekonomi jo formale në krahasim me ata që e mbledh. Kur i shet hyrat tatimore, se shifrat janë kokëfortë, domethënë nuk gënjejnë, kemi një rritje në 3 vitet e fundit rreth 12% prej vitit në vet. Administrata tatimore dhe doganat janë duke treguar që po e zvoglojnë ekonominë jo formale. Pasi që ka një rritje më të madhe të mbledhjes tatimore se sa zhvillimit ekonomik. Mirë po kjo është një tregues tjetër që tregon që ka hapësirë shumë më shumë për me zvoglu informalitetin. Po prapë edhe këtë po e thëmë që kjo nuk bëhet vetëm me doganën e cila i nal mallrat që hinë pa doganu ose në mënyrë të kontrabanduar në doganë. Nuk bëhet edhe vetëm me autoritetin e konkurrencës që mundohet me mbrojtë drejtën ligjore për me parandalu biznesit që dojnë me kriju monopole. Nuk bëhet as vetëm prej ATK-s. Bëhet në ashtu edhe prej pjesës së universitetit për brezin që për përgatisin. Ne po ecim tutje diku rreth 100 shekulli mas një lufte që kemi ndarë. E kuptoj që jemi shoqëri e traumatizuar, por 100 shekulli është një gjeneral. I bie që është kohë mjaftueshme për me reflektuar ne si shoqëri. Përderisa flasim për ekonominë jo formale, që i përmend aktorët që nashtë mundën me kontribu në zvoglimin e saj, për tregtimin e ndershme na duhen edhe bizneset. Ato bizneset që zgjedhin rrugën e ndershme e jo shortcutet ose rrugët e shkurta që mundën më bëhen më problematike. Kur flasim për shifrat, për shembull tash që ka një rritje rreth 12% në norma vjetore, po mbajnë përshtypje disa analiza të brendshme. Për shembull ka rritje diku 136% të kërkesa për TVSH-s për rimbursimin. Asnjë tregues tjetër nuk ka lidhje korrelative me çdo tregues. Nuk është rritë TVSH-a për 136%. Është rritë kërkesa për rimbursim. Që i bie njerëzit kanë filluar me besu në institucion që ATK-ja funksionon si duhet kur ka kërkesa për rimbursim. Në sajt të kësaj, detyra jona është kur flasim për besën ose integritetin që përtojnë me kriju brenda institucionit, unë i shoh dy rrugë.
më thonë, o do të bëhemi transparent që njerëzit na besojnë, o të mbyllemi që njerëzit të kenë dyshime për gjëra më të vogla. Kur flasim për transparencën, ne kemi filluar me publiku vendimet e ankesave. Që ka qenë një dukuri që ATK ka pas një kohë shumë më herët, e kanë ndërprer diku 2019, po mendoj që është mjaft e rëndësishme që nëse një çështje trajtohet në aspektin sektorial, secili biznes i cili ka dyshime për me bënë një ankesë, do të mund të sheh se praktikisht çish ka me trajtu ATK-ja çështjen e tij. Që po mundohemi me ndërtu në vizionin e ri që keni ndëgjuar në kështjeve prej mediave dhe prej intervistave të mia bashkë me ekipin, këtu që i kam 40 drejtorët, ne po mundohemi me bënë një mix në mes të kuadrave që i ka ATK-ja, që i ka kriju për këto 20 vite, dhe një kombinimi të strukturave treja të njerëzve tri që këto kanë me lujt rolin e mentorimit. Profesori Besnik e di shumë mirë në universitet që kjo çështja e edukimit të mentorimit idealizohet si prej fëmijëve 6 vjet kur hinë në klasë të parë, deri te edhe kandidatët për doktoratur që idealizojnë profesorët. Ajo që po mundohemi me bënë këtë pjesën e fundit në ATK, po mundohemi me identifiku njerëzit që kanë mentoru këto kuadrat e ri që na po dojmë i rekrutu. Tash veç kemi filluar sot me një konkurs me diku 50 praktikantë që po dojmë i rekrutu, shpejti edhe një 20 IT-s, që po dojmë i dhëmë një frym të re institucion. Po këtë ky vizion i ri në vete ngërten një çështje kryesore. Para se me i ndëshku bizneset, me i eduku ato. Në një prezentim më herë më thonë që Pitagora e ka pas një fjallë shumë të mirë. Thotë që edukohe fëmijën, mandej nuk i me pas nevoj me ndëshku të rritë. Nuk i me pas nevoj për bugje, nuk i me pas nevoj për sankcione, nuk i nevoj me pas ndëshkime tatimore, po me i këshillu, me eduku brezin që po vini. Pra është përgjithësi kolektive, nuk është përgjithësi veç në institucion. Bashkëpunimi ndër institucional është obligim. Zyrtarët që punojnë në për institucione publike nuk e kanë alternativë bashkëpunimit. Është obligim ligjor. Po as vetëm prej institucione nuk bëhet. Bëhet për një marrëveshje të gjerë kolektive që universiteti përgatit kuadra që çështën kombëtare e shoh me pak më ndryshe se çështje kemi parë këto 25 vite. Nuk kem shtet tjetër po që ta më do. Nuk kem vend tjetër ku brezbi po që të merit brezat e ardhshme. Andaj, para se me përfundu, kërkoj për një ndoshta Astriti e tha fjalën çështën e besës, një ndërlidhje të kësaj besës që nëse dhe quajmë integritet shoqëror kolektiv për përgatitjen e një brezi i cili do të na shërbejë neve si popullat, vendit si shtet, e kombit dhe gjeneratave të ardhshme.